Hadithi dhe kuptimi i tij. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: Ruhu që të mos e bësh gjuhën tënde mjet udhëtues për përgojimin e vëllezërve të tu, dhe mos thuaj atë që mund të bëhet argument kundër teje, apo shkak që të tjerët të bëjnë padrejtësi. Me këtë thënie kaq të bukur, Imam Aliu paqja qoftë mbi të na këshillon të kemi kujdes të madh me gjuhën tonë, sepse ajo mund të bëhet shkak për mëkate dhe pasoja të rënda. Njeriu duhet të shmang përgojimin dhe çdo fjalë që i dëmton të tjerët, sepse kjo jo vetëm që cënon vllazërinë, por edhe e ngarkon njeriun me përgjegjësi të madhe para Allahut. Gjithashtu, hadithi thekson që të mos flasim gjëra që mund të përdoren kundër nesh, qoftë në këtë botë apo në botën tjetër, apo që mund t'u japim të tjerëve arsye për të na bërë padrejtësi. Prandaj, le t'i ruajmë gjuhët nga e keqja, sepse fjalët mund të dëmtojnë dhe mund të na dëmtojnë ne dhe të tjerët, ndërsa maturia në të folur është mbrojtje dhe nder.